Qysh duhet, me marrë një kartë apo si? Po se cili prej neve me një kartë dhe i përgjigjet pyetjeve. Mi marrë për 4 kategorive ka një kartë? Jo, e zgjedh prej 4 kategorive një anën veç. Mos të tot. Okej. Hajde, se zemrën speçele. Unë me ta lexu ty, apo atje ma lexon mua? Okej. Nëse do të kishe një makinë kohe për një udhëtim, a do të shkoje në të kaluaren apo në të ardhmen? Trego arsyet. Okej, përgjigjen duhesh me e donë ti dhe unë me qenë dëgjuesja aktive për ti. Unë, nëse do të kishe një makinë, okej. Unë isha shku as në të kaluarën, as në të ardhmen. Të kaluarën jam shumë krenare me cilën e kam, e të ardhmen jam shumë kurreshtare me e njoft. Kisha qëndru këtu ku jam. Shumë mirë. Ja, është e arsyeshme kjo? Po, e arsyeshme. Ideja e formulimit edhe kur i kemi bo me qikat me Irmën edhe me Liridonën. Jo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht duhet me qenë një përgjigje strikte, se cili kemi përgjigjet tona, përjetimet tona. Po ideja është që kjo pyetje me të botë tyre me reflektu që okej, nuk i përkes as asaj, as kësaj, nuk jam të dashur as këto, as këto, po është një nevojë tjetër, një dëshirë tjetër që të bëhesh e vetëdijshme që e ki në atë moment. E mirë, po më pëlqen. A me marr tash prej tjetrës apo? Po, mendoj duhem me lut në grup. Po, s'ka problem nëse ti dën. Jo, hajde merre tash ti. Po bëjmë përjashtime sot në emision. Emisioni jam, unë t'i shpik rregullat e lojës. Veç on luj ju këqyrni.